Çfarë është abuzimi I pushtetit? Abuzimi I pushtetit është kur dikush që është në një pozicion, ka një autoritet, ka një rol hierarkik më të lartë se ty, mund të përdori këtë pozicion për të kërkuar diçka, për të vështirësuar diçka, lehtësuar diçka, për të bërë presion të lëvizi nga një vend e kështu me radhë. Le të marrim disa shembuj konkret. Nëse një person është një profesor universitar dhe një studente është duke bërë provimin, një profesor universitar që I kërkon një favor seksual një studente për të kaluar provimin, ky është një abuzim pushteti. Nëse një person do të hyjë në botën e televizionit, le të themi në Itali për shembull u fol shumë për skandalin e Big Brother, nëse personi që rekruton, që menaxhon, që drejton formatin, kërkon favore seksuale për të futur në atë program, ky është një abuzim pushteti. Abuzim pushteti është edhe kur ne jemi brenda një konteksti, për shembull jemi brenda një multinacionali, një ndërmarrje, dhe një person që është në hierarki më lartë se ne, mundohet që na kërkon një favor, le të themi në këtë rast seksual, dhe në momentin që ne nuk pranojmë, fillon bëm presion, lobbying e të tjerë për të na hequr nga I vend pune. Pra edhe ky është një abuzim pushteti e kështu me radhë. Pra është e rëndësishme që neve të dim të bëhemi të vetëdijshëm kur jemi duke pësuar një abuzim pushteti dhe të mësojmë që kjo nuk është një gjë normale dhe që mund të bëjmë diçka për të mos pësuar më.